gjithëve, përshëndetje edhe këtë tënë, duke u që keni pas një super vikend, keni pas një super fundjavë, edhe pse temperaturat kanë pas, domethënë një ndryshim drastik, diçka që e kemi prit, sepse edhe na është lajmëruar nga ekspertët që kam e pas rami, kur them ekspertët, e kam fjalën për cimin, që do të ketë rënje të temperaturave, do të ketë pak shekit, do të ketë pak bore, krejt ka pak, kështu që po presim që shpejt ha me përfundu. Shtunën kemë pas tash pranver e dillën dimër. Tash po pres gjatë ditës së sotme, cimin me na tregu pak me na shpalos parashikimin për këtë javë. Fion, domethënë sot javë, po ndeti mund të shmesh. Domethënë mirë është situata. Po, do të ketë përmirësime. Do të ketë përmirësime graduale, por do. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët edhe juve që jeni në përvetura në këto momente dhe po shihni pjesë të ngarkuara. Presim për këto minuta të vazhdimit na tregu se cilat janë ato, duke na dërguar foto në 049978 I njëjti numër pret edhe përgjigje për pyetjen e ditës së sotme për temën që e kemi, po presim për me diskutu për kujdesin për shëndetit, sepse sot është dita ndërkombëtare e kujdesit. Dita botërore e shëndetit. Në përgjithësi. Më thon tek shyrym qysh kujdesemi për shëndetin tona. Çdo ditë përmendni shneta. Çfarë teme do bëjmë na shnetën e gratë që përmendim, kështu që sot e keni mundësinë me përmend shnetën sot të doni. Ja ti. Ju më rrina gati ajo se veç me përmend letës nesër. Pe dëgjojna këngën e parë që ka të bëjë me zemrën, po zemrës thot Elhajda Dani, pastaj rikthehemi dhe ju presim me telefonata dhe me informata rreth komunikacionit. Derivateve, për juve që dëni me përfitu nga çmimet më të mira, Pion do më thoni ka dalë nishi për para se ma t'je këna po vish dyshin te Petrol Kompani që është tek zona industriale që del tek rrethi këtu tek ambasada proi Njelmët. Euro dizel është 1.19, benzina 1.19 dhe në Arbrim me magistrala Mitrovic Prishtinë këtu në Shkabaj e keni euro dizel 1.19, benzinën 1.19 për litër. Për pikat e tjera, nëse doni me mësu çmimet, bëni pjesë e komunitetit në Viber, në Facebook I shuni ju dërgojnë linkun tek Petrol Kompani, aty ku mund të me I marrë dhe informatat e para saj përket pjesës lojës shpërblyese. Nave që kena telefonatën e parë që Fiona me zibo pret me pranu, po. Alo, përshëndetje. Alo. Nisa. Përshëndetje, Nis. Çka është kjo qetësi kështu? Ftoft. Nuk po kemi thë energji as me Rizonin. Tregojmë çysh e kalove fundjavën, a ka borë edhe në Gjermani a veç në Kosovë? Ka si plaka. Po, veç ftoft. A di që është dielli kështu me popres mresh milion dalë të iqi pak. Ama kur del jashtë. Shpejt mrena. Shpejt mrena e ku marrë djalin në kerë, ku më qitë edhe dula pak me djalin. Prishtina për ndryshe po thotë që për momentin është 2 gradë Celsius. Dë më thëmë prej 17-18 sa kemi pas, para disa ditëve 2 gradë Celsius është një ndryshim ka gjatë drastik. Unë e thëmë gjithë mirë, jemi që shdo të me konë. Hajde të regom ti sa kujdesesh për shëndetin. Me që së sot po e shënojmë edhe na ditën botërore që të shëndetit. Unë e kujdesna këgja shumë të jonë. Në qëfar aspekti? Analizat I bëj shpesh. Po? Edhe, dhe me thonë, dhëmp, mamografin. Qëto. Gjitha këto I bën kontrollat me rregull. I bëj me rregull. Por shëndeti, kur flasim për shëndeti, nuk është vetëm shëndeti fizik, me shumë I bë disa analiza, është edhe shëndeti mendor, një prej kryesoreve që ndoshta pak e heq për kushtojnë në rëndësi. Çati nuk çati po do vetë ngusht. Çati mos më ngos. Se më shumë I bë analizat në janë 6 muaj, nuk është kujdes ndaj shëndetit. Jo, diçka, po. Jo, është edhe aty mirë, po qëre njëri gjithë gjë vetit ja bën. Kështu që unë jam një tip paka shumë kena bisedu edhe jam një tip që nuk I marrë fort. Normal, nështë për momentin pak më zhjitna, po nërë në 5 minuta dhe thonë, po ka dalë se edhe kjo ka ljanë. Apo këto nuk, se për para kom rënë depresion, kom po shumë probleme, kështu që pash nërë në kujtoj atë kuën para 12 vjetë, edhe e marrë çdo gjë me qetësi. Okej, jem su pra një farë mënyrë e menaxhu çdo situatë që të krijon stres emocional. Okej. Po se kjo është çre njëri shumica në raste duhet më bëj mjek I vetvete. Po. Kjo është edhe një prej saneve kryesore që të mësojnë edhe kur shkon në terapi që të mësojnë me të japin mekanizma siç me menaxhu
një situatë të vështirë. Jo, edhe me domethënë të psikologu jam kon 2 vjet, psikologe më stja Hakun. Kështu që edhe aty domethënë kam marrë shumë mësime, edhe tash çdo gjë që ndodh thom u bë dhe s'ki më tjetër. Okej. Deshta më ju pak në detaj, sidomos për ata që na dëgjojnë ndoshta për herë të parë dhe nuk e njohin Enisën. Se Enisa që prej fillimit të këtij formati ka qenë me neve që nga dita e parë dhe ka ndosh shumë gjëra personale për jetës saj që janë shumë e rëndësishme me u transmetu edhe tek familjet e tjera që me pas forcë, me pas durim, edhe sidomos me luftu edhe me shumë u trajtu pse jo kur personi gjendet përballë vështirësive, se qysh është gjendë Enisa në shumë raste që ka të bëjë posaçërisht me djalin e saj. Kështu që faleminderit shumë që i ndoan gjithmonë me neve edhe gjërat më personale. Se në mesazhe shumë të mira për gratë, për familjet e tjera. Është edhe një fjalë thonë më mirë me parandalu se sa. Patjetër. Faleminderit shumë, të përshëndes. Kështu që unë ju përshëndes dhe ju uroj gjithë mirat mirë. Faleminderit shumë. Të përshëndesim edhe na ty. Hej, përshëndesim edhe ata që janë për shumë serioz u bën, vist këshosha domethënë thash ku pas ka një para emisioni tjetër dola. Po çështja e Anisës është serioze, po tash këtë pjesën tjetër nuk po duve. Fani është ajo, po çfarë serioze. Enisa po. Edhe s'ka kur gjë serioze te Enisa. Rruga Tirana me kolon për tekreti prapa stadiumit, rruga Gim Ramadani me kolon deri tek kryqi i Menzës dhe ana Sjelltas, po shihet pjesë e ngarkuar, po pjesa poshtë Veterniku deri tek rrethi Duplex, por e ngarkuar është edhe rrethi me flamur rrethi i spitalit deri tek rrethi rrugës B. Këto janë informatat e para që kanë arritur sa i përket komunikacionit e që po vazhdojmë po presim, na tregu për se cilën pjesë në komunikacion. Për juve që keni nevojë për pak energji, më shumë mos harroni me Epi Go Plusin. Pia që është energjike numër 1 në vend, po e dini. Po për vetë se e pini nër kapak është një kod, që ato e dërgoni tek lojagoplus.com, bëni pjesë e lojës shpërblyese, edhe mundeni me fitu një anën prej 16 veturave Avatar 128 Kosovë, 8 në Shqipëri kanë me i dhuru. Kështu që bëni pjesë e lojës shpërblyese Go Plus. Alo, përshëndetje, telefonata. Përshëndetje, çfarë jeni mirë? Faleminderit, si je ti, si kalon? Shumë mirë. Sa kujdesësh për shëndetin? Që këta përshëndetje, vëllai. Te mirë ka të dalë, si në dëmë të shkon terapi. Inshallah në më të të nashton të gjithë. Ja s'kina kuptu, a bën kujdes për shëndetin, a shkon me bo kontrola të gjithmonë? Shkon në terapi, a? Shkon terapi dhe shke të Azizi këto, am kuptove të mirë ka të Azizi. Azizi në Gjilana, apo e një? Okej, faleminderit për parem të përshëndesim shumë, është mirë me kujdes për shëndetin. Që Azizi ka përnësit dhe përkat përnën. Ju nuk e njojmë në Azizin, por që të tjetër përshëndesim. Çka bën ai? është për të rejtë, çfarë terapi të ngërë në koni terapi më të speciale të asgjë. Kjo shkona ma çfarë terapi, nuk e di. Okej, se s'pëna terapia për dorë, për këmbë, terapi fizike, terapi fizike, okej, shumë mirë. Ani mos thuj nuk e di, ç'është. Kena nevojë edhe në Fiona besashtu po, shumë kishëm pas nevojë. Ama na Azizi se kena apo e kena Swiss Diamond. Po, shkojna aty. I bojna do terapi. Ka dhe masazh. Vesh i tregon ku e ki problemin shtetimi. Ai vesh sa unë i boll aty. Po, mandej sa unë pishin ato, atë nxat ftoft, kështu që mirë është me shkon Swiss Diamond, jo vetëm për qef me u relaksu në fundjavë, po edhe pse jo njëkohësisht me i bë mirë edhe shëndetit, kështu që shkoni në Swiss Diamond përveç saunës, pishinës, spa sekret këto, keni edhe dhoma të jashtëzakonshme, keni edhe restoranin i Liria për ju që doni me shiu një darkë, një mëngjes, një brunch të dielave, çka do të qoftë. 038-220-000 është numri i Swiss Diamond Hotel Prishtina. Edhe njerë për juve që jeni në komunikacion, për ju të regojmë se e ngarkuar është pjesa nga Pallati i Drejtësisë për me dalë tek rruga B, pra edhe kjo pjesë ka kolon në këto momente që fion e radhës. Çfarë po ndodhur e hanës? E hanës, po. E hanë e ftoft bile. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Rom, prej nga na telefonon? Prej Llogaxhis. Hajde tregon aty për shëndetin, çka bën? Unë kujdesem shumë për shëndetin. Si kujdesesh për shëndetin? Gjithçka që dëmton shëndetin, rrugna, pe duhanit, pe alkoolit e mos flasëm pe tjera drogave të ndryshme. Okej, po. Por për fat keq, ka shumë njerëz që dëmtojnë shëndetin vet. Qëllimisht. Me vetdije të plot. Me konun e mjek, kur të vinë njerëzit mu kontrollu atje,
e dije që e ka pit duhonin ose drogen, ata nuk i këshyri heq, nuk kujdesna për të. Shqyr që s'je. Për që ata nuk je mjek. Me ko mjekun e. Po nejse. Po janë disa betime që i bën secili mjek, janë disa rregulla që kanë të bëjnë me etikën, edhe që nuk duhet me i shkel asnjë mjek, edhe pse ka fatkeqësisht i shkelin, po nuk duhet me i shkel. Me ko nune, çatë rregulla i kisha shkel. A do të kish ta kishin hek licencën më një herë. Kështu që e di kisha ditë që ka smundjen e TBC-s pe duhonit, i kisha thonë larg. Që derën këki. Shkoshëroj që tërkon unë te unë ju. Okej, faleminderit Ram, përshëndesim. Përshëndetje. Hajde mirë të qofshim. Po s'ke për me kesh rom, po s'ka lidhje, po. Po keshim prej zorrit. I zorrit bash. Kolon ka për ata që po vinë në Prishtinë nga Fushë Kosova, nga Brescia deri në daljet Fushë Kosovës, atje është pjesë e ngarkuar me kolon në këto momente. Për ndryshe për juve që dani me pas një veturë dhe mos me mendu për 10 vitet e ashme sa i përket garancionit, mos harroni që po për shëndetin e veturës, mos harroni se Autotrade, po është përfaqësuesi Toyota, se gjeni në Çaklavic mundri me shku dhe me i pa disa prej modeleve, atje edhe me përfitu 10 vite garancion. Po, alo, përshëndetje, ma shumë s'ki qka ishte. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata, kush ta ka telefonu? Ndëgjuse nga Ferizaj. Ndëgjuse si kalon? Mirë si e jo. Si e kena Ferizajnë së da ka bora dhe atje? Mirë, ka së dush. Po vjen shumë mirë. Tërë mirë që ra bora jo? Po që ja pak, ka patroarim pak. Me thonë drejtën për ajrë, po për pëmbre, që mi u bo pëmbre. Se këthjellën, e marim vetën. Okej, nashta e marim vetën, po shpresojmë që kanë me marrë vetën. Hajde, tregona sa kujdesesh për shëndetin, a je prej atyne që i bon kontrollat rregullore, që shkon edhe pa kanë smut. Kujdesna, jo, po kujdesna analizat. Ta se kam një intervenim Turqi, ne kam e shku me 16. Suksese, po shpresojmë që më shkoni. Tu se kanë ditë, se kanë vetë. Edhe e ka zbulu tjetër kush, a? Se këtu se kanë ditë. Jo, në Turqi kanë zbulu. E tash kam shku me 16. Kontrolla pa pas nevojë, pa qenë smut, vish me shku me u kontrollu për çeft e mjeku. Analiza për çef i bëj. Po m'vjen shumë mirë. Po se si kum pas problem pak me varë, me rrëdor. Edhe kështu për para, për vetë, çdo 2 muaj, 3 muaj bëj. Po m'vjen shumë mirë. Po, një shembull për me u marr. Faleminderit, një shembull për me u marr, po them, po m'vjen shumë mirë. Faleminderit që na ke thirr. Faleminderit për juve, ditën e mirë. Përshëndes shumë, kaloj shpirë dhe pas një pasditë të mrekullueshme. Me pas mujt edhe në Fiona që shtu minajt gati vetit, ku me ditë çka. Po nejse. Edhe udhtimet sim, edhe shëndeti se çato domethënë ke ashtu thonë. Edhe kur dalim me udhtu kanë herë nuk mendojmë domethënë me bëhat sigurimin shëndetësor. Dhe që është shumë me rëndësi për me e posa. Janë të mundësit për me bo veç për 2-3 ditë, ndërshta për to udhtimet e weekendit, 7 euro diçka mundet me kushtu, i pash disa oferta shumë tjera. Edhe sa herë kum pyeti kanë, ja hajde, po një grip bremetro atje, një diçka ta. Hajde nëse s'ndodh diçka më e madhe, ta prish shefin. Hajde kom atje dojën, atë kishte çaj ma kryen krejt. Shefin edhe një ilaç, një kontroll e thjesht, një diçka mundet me kushtu sa 3 fish udhtimi, kështu që merreni sigurime, trini gati. Po ndeshta me ndërlidh me udhtimet sim kështu në përgjithësi që i kontribuojnë mirëqenies së shëndetit tonë. Po si jo? Po, e vërtet. Që disa muaj në cimi si ra kur shish për ka shneta. Të këshiru mos pendreshëm shnetën çto. Jo, nejse, planet e kena bu me shku në Luksemburg, po jenë edhe do destinacione të reja që në shtu, edhe ato jenë atu i shqyrtu. Kështu që kena me shku në Prishtina tiket, edhe me vendos se ka po shkojna këtë pranverë, edhe pse tash dimër, po presim me ndrej shkoa. E ju që doni me rezervu biletat edhe për 2 destinacione të reja, ose edhe shumë tjera që ka sjell Prishtina tiket, hyni në rrjetet sociale, aty ishin i krejt ofertat e fundit, ose në website prishtinatiket.net, edhe shihni çdo orar për secilin qytet për shumë shtete evropiane. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Selvetja nga Gjermania. Si e Selvete? Mirë, ju se. Me shnet mirë? Mirë, faleminderit. Më vjen mirë. Tregom ti sa kujdesesh. Sot është dita botërore e shëndetit. Organizata botërore e shëndetësisë ka caktuar këtë ditë për me shënuar çdo vit, edhe çdo vit e ka me nga një temë caktuar, për cilën kena me fol pak më vonë. Po tregom ti për shëndetin çka bën? Unë përshëndetim më nuna me hongër sene të shëndetshme, me dalë në për natyrë me jetë, më marrë me sport. Shumë mirë. Ja kushtoj vetë. Do më dhënë gjenë kohë për mja kushtu vetës, 1 orë, 2 orë, ecje, ushqime të shëndetshme, edhe që shka shku deri tash? Deri tash
krejt me të thonë, nuk e dija më konë në spital 60 vite e kam, në natë spital hala konë të jam. I bofsh edhe 100 bashkë që shtu pa shku asnjëherë te mjeku. Faleminderit. Hajde të përshëndesim, faleminderit shumë. Ju përshëndes juve, ka djofshimit. Unë të sajrin akon me numërush. A pishe, po, a pishe dhe më thonë sa i rëndësishëm është... Natë s'kom najta sho. Po, sa mirë me dalë me, të pak të mërë me dalë me jesë Fiona, së shtasë me bojna. Planet, po. Me planet plove. Një weekend në gërmiz, du pejt hanës ka me dalë në gërmiz çdo ditë edhe. Nëse çto shkallët e radios na kanë bëu mirë, den që po hecim. 7 kat. Dikush. Do thon po hecim, po me dalë me ec pak natyrë, me dalë me bëni xhiro para se më janis punës, kish më qenë mirë me mujt. Me mujt që smonash. Me dasht. IPCO ka dasht edhe krejt klientëve prima ju ka mundësu për me shku me vlet televizor me 24 këste, tek dyqanet IPCO i keni këto oferta, përveç se keni televizoret, keni edhe telefonet dhe gjëra të tjera, mundeni me shku në janin prej dyqaneve IPCO dhe me marr krejt ofertat më të mira. Alo, përshëndetje. Alo. Okej, pas ka shkuaj, shkoj kjo, erdh kë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde jo, si kalon? Sa mirë se mora. Po mirë, jo kesh. Të kohën e kena ma mirë se jo. Qysh i bjen ma mirë se na? Qysh është ma mirë se të na? Shiko ka. Dyle të na borë. Të na borë, do më thonë, nuk është kesh as të na. Do më thonë, ma shumë kum po foto në rrjetet sociale për këto 2 ditë borë se për gjatë të ndimnit. Po, jo, dhe i thashe ka bo damë, dhe kjo është prej zotit, po... Ja, be se pak është, ko është e mirë, më thonë, zbë më çdo vit bre kemi borë në prill, nuk është në varë që dije, ma është që din më konë asë një asane. Që tha, ato pijamet, a din ato për funi, jos, para se me unisa autobusi i parë për deti si hekom, se nuk i dijet këto. Jo, ku ti bësh do vjet të mëj, dush mi posë edhe ku ti bën do vjet do më thonë dhe mos i del pi plazhe i vesh ato po nejse. Qysh e shumë një me popull i Mërllit, s'di pse. Hajde jo s'tregon qa kujdes është shumë interesant, pre moja, kitë këtu të napëm do këtë jem vesh. Hajde tregom të lut na sa kujdes është për shëndetin ti. Po i tybe nuk ose s'kujdesna, po jo, dhe qashtu këtë precis, po nuk është aja. Por unë po flas për veti, po unë ma shumë kujdes ta në pomë, kur shkoj të këshyri, ti janë sa mirë për në shqeti. Do më thonë, ti ma shumë kujdes është për veturën tonë, e kështu me marrë bukfalisht. Jo, në pomë, kur shkoj të këshyri, plus atë... Për gjepin. Po, dhe po thash, mos po ma lidhë dhe veturën qëtu se. Ja, veturën, jo. Se për ato kejtë kujdesum ka pak. Kështu si, me hec, me vërtet po. A del me hec, se do më thonë ti e shofer, edhe puna jote është me orë gjata ullën, në volan, edhe që definitivisht do të me pas aktivitet sportiv, sikur unë e Fiona. Jo, dal, me vërtet të shkoj të shpia, kushtoj, po qërë, nuk ose e anë shkalloj, në i spes të rëshim, na e na rrit me qitue. Oresh, unë jam rrit me qito, me djath, me speca, me dëgjona thjeshta, po ja shesë një 2-3 gota raki pa tjetër. Ja shesë atë për myta. Për dezinfektim e ka? Për dezinfektim, ato çdo herë, beso, me madhon të i krejt hotel në Freiburgit, unë tash nuk nëna me hongër një drejk. Okej. Besëm, edhe një orë dalë heci që shysh. Një orë dalë heci, një orë është mjaftueshëm, po një orë është më së mjaftueshëm. Kthena tash koha e mirë, më konë shi, jo pak, mish, së përse o koha e mirë, sët, një orë gjithsesi. Okej, shumë mirë. Jos? Urno. Të falenderoj shumë, je i mrekullueshëm, po e di unë që e përmisan ti me njerë. Unë bonë pak me kish pojës, besëm këshurën 3-4 vetë, tu, edhe ju i në shumë të mrekullueshëm. Qka bona që thash, veçit bona me kish? Qka thash? Inshallah, shishur se si je. Po dojve, ta më mbuna, do me thonë me ka një qase edhe me thonë tash, qka e ke bëj qëta, po es pi shpije. Qka je lëndu të lujta, po es më re pi shpije se s'këshyllën. Kusht ka thonë ty, qashtu i bjen kjo farpune? A e besoni se edhe ju jeni në terapi, taman kur ta nëshojmë na... E vërtet është, bravo. Edhe zbresim me ju së kur këtë zbret të po shkollëve. Edhe na i kena, po foli personalisht, besoj edhe Fiona që i kena disa terapi që edhe na, do me thonë, shofim emisione tila, ndëgjojnë emisione tila, edhe të kolegëve tonë, edhe që është një farë terapie për neve, kështu që po, radio, televizioni, emisionet e tila kontaktuse janë terapi. Absolut, ku të shlipi shpej kamionit prej zgjë, në kresë sen edhe kënë këtë tjetër rutin, po fenomenal o kjo.
Ta njeh fshat mirë. Faleminderit Joz. Përshëndesim. Ciao Ton, kalosh mirë. Sepse jo çdo terapi ka njerë të bën mirë. Ndaj terapi me të Se edhe na në shtati ku i vojmë mirë dikon e asarojnë apo si do të jetë efektin e kohë. Lindi qeliz, domethënë për momentin që bëhet një faradim bumi kështu. Se çe e theva telefon. Lindi fal qeliza, e ke pa ajo që po thot, po nëni i kthejani pak ujë të ftoftë kur bëni tosh, po thot befason e pak trupin se ka me lindi qelizere. Edhe këtu domethënë diçka s'pëlqen rreth thua, ke po në porzët për ato që reagova. Një qeliz dikun ka lind. Po ke po normal. Ja na reagojmë as dikush. Ma të mirë t'jena. Ani. Te je kam fotografi. Ai kena telefonatën e? Përshëndetje. Hajde përshëndetje, kush telefonon? Meja. Hajde me tregon aty sa kujdesesh për shëndetin. Unë kujdesna numër 1 që 20 vite qatë mjek familjare kam. Nuk shkoj të një mjek tjetër. Po? Shka të më thot aj, ka të këshira tina 100% këmë e respektiv. E dëgjan 100% mjekun. Që 20 vite nuk e në raj. Shumë mirë. Da i shkoj, edhe atë me analiza, me shka të më thot aj, unë... Interesant, se dhe kjo puna me indru mjek të nuk është që preferohet shumë, po njerës ka njëherë nga ose mosdia, ose që s'kan zgjidhje, mundon me marrë 2-3 mendime, po ti ke besu edhe ka dalë mirë deri tash. Unë në mjek, në qovë se nuk është në bollon, shkoj edhe në shpi, shkoj kur të kam dotën që kom ndaj mund të ajë. A te mjeku tjetër jo? Ja, nuk shkoj. Shka të përtajnë. So besnik. Shko të e mjeku tjetër, të në e mjek tjetër. Tjetër çka bën për me i... Tjetër çka bën për me ndimu shnetës? Interesant, po. Analizat për pora i kom bërë çdo 3 muaj. Të tash i kom çdo 6. Edhe që tasë më ka thonë kohë në funit ta njëherë ta mos bën hisë dhe mirë ta jetë. Është në top formë. Është në top formë. Po nuk e dihet. Brenda natës ka njerë din mu përkesu gjanja, kështu që... Edhe dalë heci... Tina, jo, që nga e? Që dalë heci, po? A u shesh shëndeshëm? Po, në burgera, si sa. Normalisht, po. Edhe në shpi, në pra bërë, e pra thoja bërë, mili kep, hodra, domate, të përdo pun të një maj bëj. Po, kom një që Lipjani e ka tokën shumë të mirë për me mbjell. Po. Ashtë e vërtet? Vërtet. E vërtet. O ty do më thonë diamant me qit dukat dele. Ja, amë po da të Jo bash. Edhe një tjetër, edhe pa pos pak pare, se më tejten se me këshyre. Shumë e vërtet. Një euro hamburgeri, ku dhe vonë 5 euro salata, ta shajde, kërë me hongër. Analizat... Se jo, za pak e lidhi që aty, po, a e ndresh do me thonë parja pak, a? Po që Analizat... Mirë qenjë në kësi sene që po thonë. Analizat e kry. Jo, analizat i kry. Analizat e fjeshta. Shpja me klitran. Po. Ja se borda që mos ko hesh pa i bleski shore, pa pore... E vërtet. Unë gjithë të më thonë se shpesh njerëz thonë, "Jo, më rëndësi shnetën." Jo, se edhe shneta me pare, edhe shneta me pare mirë bëhet. Okej, shkon mundesh me shku në QK ose në për që më thon me bë analiza këni anej, po nëse të vjen diçka urgjent, ti s'mundesh me shku atje 2-3 orë me prit, po shkon private bën një analizë. Urgjent vetë ose e kina naj diçka të rrallë që duhet me u konsultu me shumë mjek, duhet me bë shumë analiza. Këne ani njerëz po shkojnë anë dëgjove zonjën, po shkon Turqi se këtu se kanë ditë çka ka, në Turqi me çka shkon? Me aeroplan. Mjek janë shumë të mirë këtu dhe mbotrat. Po. Janë specialistat mirë ket. Po. Ju mundojnë mjetet shumë herë, kështu që Shko. Faleminderit me të përshëndesim ty edhe Krejt Lipjanin. Na po folim për misionin e shëndetit, ta na ronoj, mos na rononi çështo? Po. Çfarë mirë, çështo e bëna mirë. Faleminderit me të përshëndes. 049978978 veç edhe njëre puna e komunikacionit të shohim që ka kolon pjesa nga Bresja deri tek dalja e Fushë Kosovës, po mbetet e ngarkuar pjesa poshtë Vetrniku deri tek rrethi Duplex, rrethi me flamur rrethi Spitalit deri tek rrethi rrugës B, rruga Gib Ramadani me kolon nga Udhkryqi Menzës deri tek komuna dhe Anasjeltas. Këtu e më pra informata që kanë arrit, për ndryshe për ato mobilet më të mira mos harroni me vizitu Enza Home, që është në Çaklavic në kilometrin e 6 mundni me gjetë Enza Home, aty ku mundni me shku me pa edhe ja tash bedding, pra për gjithë juve që po mendoni me indru mobilet, mi bo ato mobilet më të mira, tek Enza Home Kosovë për më shumë informata. Alo, përshëndetje, Viber. Përshëndetje juve dëve, ju rejni fillim javë në barë. Përshëndetje edhe për ty edhe na ty një fillim të marë. T'javë. Shafat, jashtë shëksori për ndryshën telefoni. Që jashtë shëksori se spedina. E pëse s'paraqitesh njerë me thonë dzeni?
Se unë pëlqen edhe të zeni. Po çashtu po kam qef, A pjojnë ma shumë si zeni as jashtë toksori, tregon drejt. Jo la zeni as jashtë toksori, gim ka thoton, këtë më gjojnë me gim. E pse gim se tre jam na i kimër e djallë? A lidhes kam veç që kam vetë krejt, i mënu që ta me zbëllu, kur s'ka mund të mi dalë në kryt, di. Kusht mund të më do përgjigje pse gim për shkelzen. Tregom shkelzeni sa kujdeset për shëndetin e vet. Që kjo po më intereson. Unë mas pari kam dy falënderime shumë të rëndësishme. E para, e falenderoj shumë McDonald's-in që ekziston. Falenderoj shumë McDonald's që ekziston. Okej, s'ka nevojë me reklam, po, hajde. Falni, po e ka për ato atje në Gjermani. Po, si s'ka lidhje. Se në Kosovë s'ka. Po. Edhe për ushqimin e fantastik që e ka. Kena hapën ata lovën, po. Që thonë që është shumë i dëmshëm e unë i falenderoj shumë për që ato shumë dëmshëm që e bojnë. E dytë falenderoj më shkon për orkën e Nuës, për Nuën e madh që i ka marrë 2 kokra kafe në ork aty, i ka rujt për neve, pa kafe s'kështu mujt, unë s'kësha ditë tjetën që ka është pa kafe. I falenderoj shumë këto dy. Edhe 2 sene dohon që janë shumë rëndësi se të ketë përthojnë në kujdesna, unë e hiq në kujdesna, por me 2 kode njerëzore nuk pajtona, me domon atë respektimin e orarit, domon me qenë gjithmonë në orar takime, unë gjithmonë shkoj 5 minuta pas kohë, domon e kam princip, edhe unë jam gjithmonë i përpikt në papërpikshmërinë time, domon, edhe jam shumë krenar për këtë pjesë. Kështu do të them, ky është shitime në tuaj fion se ku me ditë çush ja kish shita. Edhe unë të shishë dina se ishim lajë. Unë jam karrime një shishe urugove të zbrasta, din kështu për me moj kryt pak jashtë, po. Edhe tjetra. E kreva. E dyta është që t'ja do gjallë, po? Po do me thonë që është stres free njeri, apo kupton? Po, stres free. Nuk e ngarkon veten me mrin ko. Po, jashtë kësaj stres free, s'kum bosh si njeri, po? Ota, uvona! Jo, ke shtota ke. Nuk pajtona me çdo rregullat e reja, kodet e reja, jo doni të të shëndetin e çavodione. Unë kam studiu biologjinën e di që doni as i smundi nuk e shakton. Nëse jo, mos i kësaj teme, sepse ka shumë prej fëmijëve që po na. Ja. Kuptimi e ndihmon secili smundje, domthon e rrit, e ndihmon, Po e kuptoj, domthon po vish fëmia e kuptoj ndryshe se ti çuçi tu e thon mirë, i ndihmon smundjet, po fëmia mund me kuptoj ndryshe. I rrit domthon i përkeson. Edhe një, unë përkundrazi tash si shkëndem po voli, kur shkëtet e mia ku unë kam pas probleme shëndetësore, unë kur nuk i respektoj rregullat e mjekësisë, domthon gjithmonë bi kundërshtim bile debatoj thell, sepse me të vërtetë këto dietat e këtu krejtën zbulime të kohës së re, domorisi përfituese. Edhe me një aspekt po m'pëlqen se ka mendimin kritik, domethënë. Po shtron pyetje edhe do të përgjigje. Ja lojnë terminin këtina. Më thonë lojnë terminin e këtina një javë ditë pa us tani një tjetër, se ai vet tani duhet me reflektu doktori. Pse i thash ti njëri kështu? A thatë jasni ju? Do ma jasni. Edhe këtë bota hesit. Gabimi më i madh, a disa kohë në hub njëri të hec, në fakt nuk kish shumë çfarë kohë me shkruajtur në fakultetin e saj. Hajt ditën e mirë, kalofsh mirë, tung, miru pofshim, po. Disa keni ashtu këto që edhe me hec mbrapsht. Mjak po rekomandojnë për shumë mi kthy kilometrat, ha? Jo me kilometrat. Neve mos bani ai gore me mbrapsh, ngramet, tu sill moni më se po vron. Ani, kur shkon fitnes edhe isha njerëz mbrapsh tu hec në për shiritat kallzoj. Po veç as s'komën. Ja, bëj po hec mbrapsh, s'kam çka të bëj. Po e me hec mbrapsh, me hec në kram, me hec tu sill. Ja në mëllot të hecëm drejt që dina që gjera mësu me hec. Po, me hec në dur, po, mani më reksisane. Po, me hec me vend të romotër s'njonin prej aty në modeleve të mrekullueshme që i gjeni atje, është për mrekulli edhe i kolonës, edhe shë natyren e shion pak natyren, kështu që mund të dhe ju mu bo me vespën për 1 € 80. Po shkujna të i nolbi mal të hecim pak.
tregoj krejt juve që jeni në përpjesë komunikacioni këto momente, jeni me vetura se Petrol Company në fshatin Shkabaj, Magjistralja Mitrovic Prishtinë, hyrjet Prishtinës, e keni eurodizelën 1.19, benzinën 1.19 dhe në teprojin Jelmët që del për Tekrethi Arbris e keni 1.19 eurodizelën dhe 1.19 benzinën, dikur do të më thonë se ka gabim, po 1.19 është. Çmimi mund të më shku edhe me rimbush me derivate veturat e juaja. Që telefonata e radhës për kolegën time Matre. Shumë faleminderit kolegës. Hajde po e presim telefonatën tjetër. Alo. Përshëndetje Fiona. Përshëndetje, kush telefonon? Dhe Altin, Muhabia. Si e Muhabi, a je mirë? Përshëndetje edhe për ty. Mirë, faleminderit. Po vjen mirë. Po flasim Muhabi për shëndetin sot. Për shëndetin ose shnetën që shumë kom qaf me i thonë, që shumë ma shqiptar s'kim tinglon kur të shneta. Po shneta, ma shkurt dhe ma mirë. Hajde tregon po sikur u i rrogove që e ka e pifshi për shnetin, që shumë më pëlqen. Tregon ti çka don për shëndetin. Ti qysh kujdesesh për shëndetin. Hajde na i këshill na informacion interesant. Unë mundona Fiona ushqim, shembull ushqimin jo kalori, ushqimet e shpejta i kam eliminu ka një kod gjatë. Pijet e gazdume, pijet energjike, alkohol s'kom abuzu kur, ka njerë najgot. Okej, pëlqeve që e ceke s'kom abuzu kur, se njerët nuk e din ka njerë dallimin e përdorimit me abuzimin me alkohol. Jo, kur, në njerë dikur me shështia vëdhen kur do njerë. Ti tash ushqimet e shpeta, kjo është numër 1, mendoj se këtyre këtu jetë këtu në Kanada. Vetëm kjo tregoj se është sikur një antireklame se shembull restorantet e shpeta, sikur KFC-ja që është një, se kam pasur që edhe kohën këtu. Po, vish lutem pa emra, po. Pa emra, okay. Po, vish ushqimet e shpeta nuk kuptohet. Okej, atë që e përmendëm së përmendim e ka numrin 1 për mi janë dimush shnetës, po thamë tash, më kupton. Aje ka e zërëndin e pare, tani fillojnë kështu me rrallë. Mirë po, bëj edhe ushtrime, bëj ese, dikon 20.000 hapa, i bëj normalisht që në ditë, bëj ushtrime, mirëna me sport luj futbol, uj pi non-stop. Po për shëndetin mendor, çka po bëjmë? Shëndetin mendosh, shiko edhe une nuk edhe pse ecja automatikisht ndikon edhe në shëndetin mendor, edhe sportin përgjithësi, edhe ushqimet e shëndetshme, gjitha këto, por edhe lajmet politike ndikojnë të kënaqë. Masazh ta bojnë. Janë i muqështa dhe mua bia. Masazh ta bojnë. Ani me post dikon që është kundër teje. Kënaqesh. Arsim, lojme politike i kom ndërprej as lojme s'pishod. Desa. Si tuti sporti, futbolli, qetëson ecja, dormi me shoqëri, Arsim tregoja merë që zënë në vend në porën play-off edhe kështu po vjen mirë. E ti do më thonë që s'ka që unal juve atje. Bravo, faleminderit shumë. Edhe Arsim me mujt, me sukur agjerimin, mujt me shty pak një kohë. Me shty pak ushqimet një qamulli 8 orë, 9 orë blen 3 ditë e fundit, mujsh me lavarit, dikon 5-6 motor mës me mujt. Uj, bën me pi, jam kupton. Ajo po i referohesh intermittent fasting, apo është një metodë që përdoret kështu në po të kuptoj. Faleminderit shumë për shëndes. Okej, faleminderit. Po, mos ta zgjasim shumë, po e kuptova që je shumë i kujdesshëm, edhe po pëlqen shumë. Fiona i shumë kon kështu. A dhe si shumë kon kështu po kështu. Ina krejt pedina, po. Po më pëlqej shumë edhe këtë temën e politikës që përmend, se na gjithmonë kujdesemi çka po hajm, çka po pim, mos ta hajm këto, mos ta hajm ato, se trupi, dieta, kjo ajo nuk e marrim hiç parasysh me çka pe ushqim trunin, domethënë. Po kiçara e fion ku peshqyra aty po nxehet njëri tani e vjen ai informacionet, krejt këto debatet, krejt këto idhnimet, këto emocionet që i përjetojnë ana çdo ditë në kontakt me internetin në përgjithësi, krejt këto janë ushqim për trunin ton. Domethënë ti kujdesesh për këtë pjesën poshtë apo për këtë kryesore këto nalt, hajt le të merr çka don, le të konsumon çka don. Bon, çure çai ka bon. Nëse për juve që doni me pas fresk në shtëpi për me pas mirë, ose që doni me pas nxehtë kur është ftoftë, mos harroni se kondicionerët Bruno i keni me 5 vite garancion, edhe i gjeni kudo në Kosovë. Alo, plusojnë pas. Alo, përshëndetje. Mirë dita. Alo. Mirë dita.
Remzi e për Ivani. Ku je Remzi? Vallohet që u knoqa, mirë. Bravo, po më vjen mirë. Remzi, Përna. sa kujdes është për shëndetin? Shumë pikat shkurta. Lutna. Dinje në stënitën rash në kom 31 dit. E atëherit ma që dola për kome, gjdo javë, gjdo 2 javë ka 350 ml gjak e hjek, se po provej për stepri. E do që i sojnë është tek 3 plus 2 vjetë, mas 5 viteve në nol. Okej. Mas pari e falenderoj lumin zët. I para tinja, mama të kem ato se kishën vesh. Po? Për tjerat kur ngoj më së mrofshin 5 fore tjetë. Okej. Më thonë tash bën kujdes prej rastit që e ke pas, edhe ke pas që prej Edhe mos dhuron gjak kujdesit, tash, po, prej mos kujdesit ka qenë, tash ti bën kujdes edhe mundosh me i nejt gati shnetës. Mos kujdesit, mos kujdesi i shtetit tonë, që mi ka dhonë 2 AstraZeneca për 28 dit edhe më ka qitë në kaut. Okej, do më thonë po, pe di rasti ka qenë prej që janë kupe. Me dokumenti kam, jo me se asome. Po, po të kuptoj çka po thumë. Faleminderit ty. Faleminderit ty, kalon mirë, çfarë për kujdesin me dorë, do të thonë është e mirë kanë herë edhe kur ti bën dhurat dikujt, jo vetëm me marr dhurata, se më është mirë, më thonë me dal me blen një nas mirë me kurçmuar diamantit, më ja bëni dhurat dikujt. Po edhe vetës, me edhe vetës do më thonë gnoja, pishe që ndryshon më njerë me disponim, me krejt. Ose kolegës. Po, ose kolegës, nëse ja bën një dhurat për ditëlindje që e ka ditëlindje. Na ne, kështu që është e mirë kjo farë punë, të rubini mundeni me shumë e gjithë. Po di çka më thonë ai fion, po dhe në vetë po nina mirë, më thonë, me para me ne me shkuat e me ta bën një dhurat. Unë kom njerëz shumë afër të me thonë, kom njerëz shumë afër që ma shumë gëzohet kur të bën dhurat se sa kur të pranon dhurat. Po kësaj është shumë se unë një shumë njerëz, një thuje një, kam që do për balla, haj ditën e mirë, mos të vazhdo. Jo. Nuk e kam për ballë, kam shpejt. Po gabon që po thot, po s'ka lidhje, hajt. Po të guci prem. Hajt, s'ka lidhje, hajt se i kalzoj çdo ditë. Gati ko. Hajde, edhe pak minuta kena përpara, na tregoni se sa kujdeseni për shëndetin. Hajde se sot është dita botërore e shëndetit. Na tregoni çka bëni ju për shëndetin. Ne mos harroni me kujdes për shëndetin. Po e thash e pifshi për shëndet. Po, domethënë se s'është kur shumë atë. Sot do të thon sa më shumë. Plus që u rrugove aq shumë kujdeset me qenë pran krejt iniciativave edhe nismave edhe çdo organizimi që bëhet në vendin tonë që ka të bëjë edhe me shëndetin, sidomos kur është puna edhe te fëmijët, u rrugove ne kena gjithë aty. Kështu që kisha pas qef kështu publikisht me falenderu. Nuk e di kush i merr këto iniciativa, kush çka bën, veç që më vjen mirë shumë që ju kemi. Alo, përshëndetje, telefonata. Çe pas ka shku? S'kan herë ka thonë në s'kan fakt aty me hub me juve me në pizat po nëse para se me marr telefonatën e radhës 049978978 na kanë dërguar edhe një foto prej rrugës Agim Ramadani udhkryqi Menzës deri te komuna Vana Sjelltas me kolon, rruga Tirana me kolon deri te Kreti brapa stadiumit dhe ngarkuar është hyrja në Prishtinë nga kazerma Demjasharit deri te udhkryqi katedralës. Na mundemi ndoshta mundemi, po besoj që me Viber ka problem këto momente është pak më i ngarkuar, edhe ka problem, ndoshta mundemi me tentu për me pas edhe një telefonat fundit, nëse arrina me marr përmes Viber, po jo, s'po bën Viber. Jo, s'ka shans. Po, çështë bllokohet kanë herë tani po na fajsojnë. Ani po e përmbyllim, s'ka problem. Ne kemi sqaruar me miliona herë. Po do më përmbyll me Zotin, që është një tjetër shtesë që duhet me përmend patjetër kur vjen puna të shëndetit, për ju që doni me konsumu ose edhe thjesht keni intolerancë apo jeni të ndjeshëm ndaj laktozës, glutenit, sheqernave të shtuara të tjerë, e keni një linjë nxot në çdo market të Kosovës, kështu që ju ftoj me e konsumu. Po përveç kësaj cim, dhe ishta veç pak më ndërlidh me pjesën e parë kur e përmendëm që është dita botërore e shëndetit, se sot është tema aktiviti, është shumë interesant edhe deshta me përmend, se kur përmendëm nisma, iniciativa e të tjerë, më kujtun disa organizatat e na që jenë gjithmonë pranë nënave edhe fëmijëve, duke ndihmuar me çdo mënyrë të mundshme. Tema aktiviti është fillet të shëndetshme të ardhme shpresë dhënëse, duke e vënë në theks shëndetin e nënave dhe foshnjave të posalindura, si janë publiku do statistika të dhimbshme se sa fëmijë humbasin jetën për shkak të mungesës së kujdesit parësor, sa fëmijë, sa nëna e të tjerë, kështu që ju ftoj me lexu edhe me u solidarizu paktën sot edhe me bo aq sa kemi mundësi për secilën edhe fëmijë që nuk i kanë mbrojtjen e shtetit.
Faleminderit shumë për mesazhet që kena mi lexuar në pjesën e dytë për telefonatat. Mos harroni me bë ato që duni me bë gjithmonë me shumë dashni. Na vazhdojmë në pjesën e dytë në Glam Radio. Ju vazhdoni me 60 minutë në Koa Vizion. Faleminderit shumë edhe Jeta Baholli për shëndetjen e flokëve mia, edhe këto të shkretat si me dojmë pak kujdes, dojmë pak shnet. Kështu që e keni në qendër të Prishtinës, faleminderit shumë, jeni shumë të mirë. Shihemi nesër, ju që s'keni mundësi me na dëgju, për ndryshe si më tha që jemi bashkë edhe për 1 orë me Glam Radio. Tung tung.